Pra, unë personalisht nuk du me shku në xhehenem. Unë e di se me shku në xhami, unë shkoj në xhehenem. Me shku në kish, shkoj në ferë. Se shejtoni më ka bo për veti, me energjinë e vetë. Dhe jam pjesë e botës shejtonit dhe vetëm kur unë t'i baj kom të shift, do t'a kuptoj se kum qeni mashtu. Unë nuk i kam faja askujt. A disa e rëndësishme, në momentin kur thu po shkoj me fal drekën, ti e të shku për drekën, nuk e të shku për Zotin tanë, ti e të shku për drekën që e ke trashëgu prej dietarëve ose prej një kallopit, po thu po shkoj me fal drekën. A kur thush po shkoj dikun me bo një punë për Zot, qoftë edhe në interesin tanë personal, ndryshon komplet. Pra, një ajet nuk e keni në Kur'an se shejtoni shkon ulet para atyre besimtarëve që i falin namaz. Nuk e gjeni dot hiç. Se nuk mirët me ta shejtoni se i ka me veti.